që ja dha ai personi që kishte dhënë llafin edhe unë mbyll konfliktin. Po pse në atë kohë kaq lehtë mund të të merre jeta? Shumë kollaj, sikur ishe në një pul. Në një pul rrugë ose që janë rrugë. Po si ka mundsi? Po, në makinën tonë janë edhe gjojtën rreth 57 pluma. U godit makina me 57 pluma. Dhe ty të ka kapur vetëm një plumë? Vetëm njëri. Po ama ishte i vështirë sepse ishte plumë rikoshet. Mendon ti që ajo ka qenë koha më e vështirë e Shqipërisë? Po, koha më e vështirë sigurisht. Dhe do vëra shumë njerëz. Jam vëra shumë njerëz. Ti ke humbur ndonjë person gjatë asaj kohe? Unë jo. Për fatin e mirë. Për fatin e mirë, jo. Po miqtë e tu, njerëzit e tu të afërt? Kishte plot, po unë nga të afërt e mi jo. Nuk kam humbur. Po sa fëmijë ke patur? 2 vajza dhe një djalë. I paqme, ja. Djali është i madh. Djali është i madh. Dhe vajzat? Vajzat janë të dy këtu në Tiranë, punojnë ato, kanë hapur 2 restorante dhe punojnë. Po djali? Djali punon edhe i punon këtu në Tiranë, punon bashkë me vëllain. Edhe ai në Tiranë? Edhe ai në Tiranë. Bashkë me vëllain? Po, me vëllain tim të vogël. Okej, me vëllain tënd. Ti vetë doli në pension në cilin vit? Unë kam dalë në pension para rreth 7 vitesh. Si agronom, por gjatë periudhës pas 92-shit, unë në 92-shin isha punoja agronom në drejtorinë e bujqësisë në Berat, ika në maj të 92-shit. E kam dorëzuar. Në momentin që kërkon e gjithë punë unë ika, nuk s'më pëlqeu me që të punoja me. Pse nuk pëlqen? Që të punoja në varësinë e shtetit, ose të tjerët. Edhe dola agronom privat. Dhe fillove që më mirë t'ishe privat? Po, isha i lirë, isha kërkoja lirin time. Të jep dhimbje dora, të pengoj dora, që nuk e lëvizje dorë që t'u paralizua? Dora, sigurisht më ka penguar, sepse shumë punë nuk e bëj dot më to. Duke filluar qëte krasitja e rushit ose e peme, nuk e bëj dot më. Se është qerek dora ishë, ja. Pra ti nuk e forcon dot këtë, ma kapësh mua dorën? Ja, kaq. Shumë jo. Po me dorën e majtë si e ke patur raportin? Dorën e majtë, mirë. E kam normal. Jo e ka fjallën ke shkruar, ke shkruar me të majtë? Jo, shkruaj edhe me të djatë. Edhe me të djatë të shkruaj. Po me që jemi këtu, nga e mban anën e krevatit, majtas apo djatas? Se ka rëndësi kjo pyetje? Po. Kur e shikon krevatin para djatas. Cili është fusha që përveç agronomistët ka pëlqyer? Që ke lexuar gjithmonë, ke punontuar? Po, gjithë jetën që kur jam student, unë ka patur pasion në bimë mjekësore. Bimët mjekësore? Po, cila është bima mjekësore jote e preferuar? Po, nuk kam një ose një që vërtet ka disa hapësira kurimi? Janë disa. Janë disa bimë që mund t'i them, që shohin shumë lloje sëmundjesh, veç e veç, po edhe të bashkuara, në receta të bashkuara. Si për shembull, bima më e mirë dhe më e fuqishme është sherebela. Sherebela është shumë e mirë. Po, sherebela. E pi shpesh çajin e sherebelës? Që në gjuhën e vjetër i thon salbi. 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 Salbi në Shqipën e vjetër. Në Shqipën e vjetër i thonë salbi. Edhe mendoj që edhe latinishtja e ka marrë nga gjuha shqipe. Se në latinisht e thonë salvia. Salvia officinalis. Pa sherebela. Mbas sherebelës pastaj ka disa bimë të tjera. Të shkryra, si për shembull vjen lule balsami. Po. Lule balsami, po. Hypericum perforatum. Është lule balsami, është ai lule e verdhë. Edhe ajo bën pjesë shon deri edhe depresion, thon çaj, për njerëzit që kanë depresion ose ankth. Po edhe bën pjesë në disa sëmundje të tjera, për stomaku e tjera, po edhe në bashkëpunim me bimë tjera mund të shojë disa lloje kanceri. Nga i mësove ti gjithë këto? Është gjithë jeta ime. Pa aq sa kam punuar për agronomi, po aq që jam marrë edhe me bimë mjekësore. 11 vite më përpara ti zbulove kancerin, apo tu desh që ta kuroje për 11 vjet?
modest që të merresha me te për 11 vjet, po se Sa kohë bë tashmë? dhimbjen e parë nga ajo sëmundje e ndjeva në kthesën e fundit të zorrës trash, ishte kancer në zorrën e trash, po unë fillimisht nuk e dija.